Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti Macron pret kryeministrin Rama në Paris dhe deklaron mbështetje për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, forcohet bashkëpunimi edhe në fushën e mbrojtjes. Sali Berisha i bën thirrje Ramës të dorëhiqet sa më parë. Kreu i Partisë Demokratike thotë se zgjidhja e vetme është krijimi i një qeverie kujdestare jo politike. Konflikt mes bashkëshortëve në Pogradec, burri plagos gruan me thik, nëna e 3 fëmijëve dërgohet me urgjencë në spital, autori shoqërohet në polici. Siguria në plazhe mbetet sfidë edhe në këtë sezon veror. Në Bregdetin e Dushtit janë ngritur kullat e vrojtimit, por mungojnë punonjësit e specializuar. Presidenti francez Emmanuel Macron priti këtë të hënë kryeministrin Edi Rama në Pallatin Elysee. Bisedimet janë përqendruar te rrugtimi i Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Rama dhe Macron diskutuan gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, veçanërisht në fushën e mbrojtjes. Kryeministri Edi Rama nisi javën me një vizitë zyrtare në Paris, ku u prit nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Kreu i shtetit francez e priti Ramën në Pallatin Elysee, ku dy liderët diskutuan për një sër çështjesh. Mësohet se në fokus të takimit ishte procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si edhe bashkëpunimi mes dy vendeve. Presidenti Macron, me anë të një postimi në rrjetet sociale, thekson mbështetjen që Shqipëria ka nga populli i Francës në rrugën e saj integruese. Ne dëshirojmë të japim kësaj marrëveshje një shtys të re, duke vazhduar njëkohësisht forcimin e bashkëpunimit tonë ekonomik edhe në fushën e mbrojtjes. Franca rikonfirmon mbështetjen e saj për integrimin evropian të Shqipërisë dhe për vijimin e reformave të nevojshme që do ta çojnë vendin më përpara në rrugën e tij drejt Bashkimit Evropian. Edhe kryeministri Rama në një postim në rrjetet sociale e cilësoi këtë takim të nivelit të lartë si vijimi i partneritetit mes Shqipërisë dhe Francës, si edhe mbështetjes franceze për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria vlerëson rolin e Francës dhe angazhimin personal të presidentit Macron në promovimin e një qasje të re ndaj Ballkanit Perëndimor dhe në mbështetjen e perspektivës europiane të rajonit. Takimi i kësaj të hëne i pason vizitat e mëparshme nëpërmjet dy liderëve, të cilët janë takuar zyrtarisht në Paris në vitin 2024, si edhe në Tiranë në tetor të 2023-shit dhe maj 2025. Ndërkohë që janë zhvilluar rregullisht tryeza në formate të ndryshme multilaterale, si edhe biseda telefonike. Vetë presidenti Macron ka zhvilluar një vizitë në Tiranë në vitin 2023. Sali Berisha i bëri thirrje Edi Ramës të dëgjojë zërin e qytetarëve dhe të dorëhiqet sa më parë. Kryetari i Partisë Demokratike tha se zgjidhja e vetme është krijimi i një qeverie jo politike që do të çojë vendin në zgjedhje. Në ditën e 23 të protestës, Sali Berisha doli nga salia e Partisë Demokratike për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke mbështetur kërkesën e protestuesve, të cilët prej 31 maj çdo mbrëmje kërkojnë largimin e qeverisë. Në një komunikim me gazetarët, Berisha vlerësoi veçanërisht protestën e së shtunës dhe gestin simbolik të rrethimit të godinës së kryeministrisë, duke theksuar se ka ardhur koha që të miratohet një qeveri teknike e cila të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. Kërkoj edhe një herë dorëheqjen e tij të menjëhershme, krijimin e një qeverie kujdestare, jo të forcave politike, por të përbërë nga ekspertë dhe njerëz përgjegjshëm që i rikthejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve votën e lirë dhe bëjnë që ata të zgjedhin njerëzit që duan me votën e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha komentoi edhe takimin e kryeministrit Edi Rama me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Uroj dhe dëshiroj që presidenti Macron të mbajë parasysh se realiteti që përshkruan Edi Rama për balozin e zi, algoritmin, për agjenturat e huaja greke, iraniane, ruse, serbe tani sfundi, nuk është ajo realitet që ekziston në bulevardin e Tiranës, ku qindra mijëra qytetar protestojnë ndaj një regjimi që i ka plaçkitur ata në mënyrë më të pamëshirë.
Berisha ju drejtua sërish mbështetësve duke u bërë thirrje të marrin pjesë në protestë, pavarësisht sloganeve kundër vetë atij. Çdo demokrat duhet ta ketë të qartë se vendi nderit i tij është në fushë betejë qytetare. Kësaj radhe, jo me flamën dhe simbolet e partisë, mbasi kjo është një protestë qytetare. Sipas Berishës, sloganet që kërkojnë që edhe ai të shkojë në burg janë të atyre partive që bëjnë opozitën e opozitës, e demokratët duhet i injorojnë e të bëjnë gjithçka për suksesin e protestës. Partia Demokratike kërkon që Kuvendi i Shqipërisë të zhvillojë një debat të posaçëm mbi çështjet kryesore që ngre rezoluta e miratuar nga Parlamenti Evropian për vendin tonë. Kryetari i grupit parlamentar Gasment Bardhi i ka kërkuar kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi që ditën e nesërme të mblidhet konferenca e kryetarëve dhe të enjte në 25 qershor të zhvillohet mocioni me debat. Sipas opozitës, disa prej çështjeve kryesore që kanë nevojë të diskutohen në seancën plenare janë standardet në qëndrimi ndaj kërkesave të SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetëve, shqetësimi i eurodeputetëve për ligjin e investimeve strategjike dhe ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura. Në ditën e 23 të protestës kundër ndërtimit në Zvërnes, por edhe kundër qeverisë, qindra qytetarë janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar drejt kryeministrisë. Në tubim marrin pjesë qytetarë, aktivistë, por edhe qytetarë shqiptarë që jetojnë në vende të tjera të botës. Ndërkohë që prej të shtunës, një grup protestuesish janë vendosur para kryeministrisë në formë qëndrese, duke qëndruar pa lëvizur gjatë të gjithë ditës. Kërkesat kryesore të protestuesve mbeten ndërheqja e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij, por dhe kërkesat të tjera si anulimi i ligjeve që sipas tyre lidhen me mjedisin, natyrën dhe zonat e mbrojtura. Pas përfundimit të fjalimeve para kryeministrisë, protestuesit pritet të vijojnë marshimin në formë kolone në disa akse të Tiranës. Në procesin ndaj ish-kryeministrit Berisha dëshmoi këtë të hënë edhe ish-ministri i Kulturës dhe Sporteve Ylli Pango. Ai tregoi se ka qenë pro privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani, por nuk i kujtohej të kishte folur për këtë çështje me Berishën. Ish-ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve gjatë vitit 2007-2009, Ylli Pango, dëshmoi në procesin Partizani me të pandehur kryeministrin e kohës Sali Berisha, dhëndrin e tij Amarbër Maltezi, noterën Andi Apustina dhe biznesmenin Fatmir Bektashi. Ndonse ishte e vështirë për të që të kujtonte me detaje çështjen e privatizimit të ish-klubit sportiv 18 vjet më vonë, ai tha se nuk ka qenë nismëtar në këtë proces, por ka qenë një prioritet i qeverisë për të cilën ai shërbeu për 2 vjet. Unë jam pro privatizimit, duhet të respektojmë pronarët. Kërkesa vërtetohet me dokumente. Pëlqimi im është juridikisht nul, edhe nëse kam thënë po. Nuk mund të pengoja privatizimin, sepse ky ishte prioritet. Propozova privatizimin, nuk ka kontradikt. Këtë e kam diskutuar edhe me oficerët e policisë gjyqësore dhe SPAK-un. Kjo nismë nuk është marrë nga unë, sepse nuk më shqetësonte ndonjë çështje objekteve sportive. Për sipërfaqen e trullit të klubit Shumë Sportësh Partizani, Pango tha se nuk i kujtohej, ndërsa pyetjes së mbrojtjes nëse ka komunikuar për privatizimin e trojave me Berishën apo Maltezin, Ylli Pango ju përgjigj. Nuk më kujtohet të kem folur ndonjëherë me doktorin Sali Berisha për Partizanin. Jam marrë për Maltezin e njoh, por nuk ka ndërhyrë ndonjëherë për privatizimin e klubit Shumë Sportësh Partizani. Në gjykatën e posaçme dëshmoi edhe Tetis Lubonja dhe Altin Ceni, që kanë punuar në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të dy dëshmitarë të organit të akuzës. Seanca e radhës ku pritet të dëshmojë Parolaçi, Isatare dhe Gazmen Doketa është në datën 6 korrik. Punonjësit e kompanisë MAPCO janë rikthyer në aeroportin e Florës, por janë përplasur me forcat e sigurisë që ruanin objektin. Ata thanë se po zbatojnë vendimin e gjykatës së lartë, ndërsa bën thirrje për bashkëpunim me qëllim përfundimin e punimeve.
Një situatë e tensionuar mbi zotëroi këtë të hënë në kantierin e aeroportit të Vlorës, ku pati përplasje mes punonjësve të kompanisë MAPCO të biznesmenit Bexhet Pacolli, nën kontraktorëve të saj dhe personelit të sigurisë të kompanisë 2A Group. Punonjësit e kompanisë së Pacollit tentuan të hyjnë në ambientet e aeroportit për të vijuar punimet, por janë përballur me kundërshtimin e forcave të sigurisë që ruanin kantierin. Situata shkaktoi tensione dhe debate mes palëve, ndërsa përfaqësuesit e MAPCO-s kërkuan të futen në brendësi të kantierit, duke argumentuar se po zbatojnë vendimin e gjykatës së lartë. Ne sot e zbatuam vetëm një vendim ligjor, që është i gjykatës së lartë, dhe vendimin të cili pason në marrjen e para një jave, që është mbajt asambleja e përgjithshme e MAPCO-s, njëkohësisht të 2A Group, që është e vijas, dhe ne po zbatojmë vetëm ato 2 urdhra, dhe sot, si fakt i asaj, jemi sot në kantier dhe ne do të vazhdojmë punimet. Administratori i kompanisë Selim Pacolli tha se veprimet e ndërmarra janë thjesht zbatim i vendimit të gjykatës. Pacolli deklaroi se kompanisë 2A Group do t'i kërkohet bashkëpunim për një qëllim të përbashkët, vijimin dhe përfundimin e punimeve në aeroport. Sipas tij, MAPCO është koncesionari i projektit dhe garanton të gjitha kushtet për vijimin e punimeve në kantier. Koncesionari i cili kemi siguru investimet, kemi siguru garancionet dhe kemi siguru çdo gjë me asetet private të kompanisë dhe të familjes që të ngritet kjo godit. Dhe unë e them me plot përgjegjësi që ne duhet të gjejmë gjuhën e përbashkët, gjuhën e arsyes, të komunikimit, të bashkëpunimit dhe kjo vlerë të kthehet qytetarëve të Shqipërisë. Pacolli shtoi se nën kontraktorët duhet të vazhdojnë punën duke marrë parasysh edhe gjendjen në të cilën është lënë projekti, ndërsa nënvizoi se aeroporti duhet të përfundojë dhe se askush nuk duhet të pengojë asnjërin prej kompanive në realizimin e punimeve. Një grua 27 vjeçare, nënë e 3 fëmijëve, është plagosur me thik nga bashkëshorti i saj në Pogradec. Për shkak të plagëve të rënda, ajo është sjell me urgjencë në qendrën e traumës në Tiranë. Një konflikt në familje ndodhi mesditën e kësaj të hënën në qytetin e Pogradecit, ku mbeti e plagosur një 27 vjeçare. Ngjarja ndodhi në lagjen 4, ku një debat mes bashkëshortëve degradoi në dhunë fizike. Gjatë konfliktit, e reja identifikuar si Bleona Xhaja mbeti e plagosur me thik. Ajo u transportua fillimisht me urgjencë ku mori ndihmën e parë mjekësore. Por për shkak të plagëve të rënda, mjekët vendosën transferimin e saj me helikopter drejt Tiranës, ku po merr trajtim të specializuar. Menjëherë pas ngjarjes, policia shoqëroi në komisariat bashkëshortin e saj, Renato Xhaja, i cili dyshohet si autori i plagosjes. Hetuesit po punojnë për të zbardhur dinamikën e plotë të konflikteve dhe motivet që çuan në këtë akt të rënd. Burime nga policia bëjnë me dije se çifti ka 3 fëmijë dhe jeton prej vitesh në Greqi. Ata kishin ardhur pak ditë më parë në Pogradec për të kaluar disa ditë pranë prindërve të autorit të dyshuar, ku ndodhi edhe ngjarja e rëndë. Një tjetër aksident me vdekje ndodhi mëngjesin e kësaj të hënë në rrugët e Lushnjës. Një 71 vjeçare ka humbur jetën teksa ka tentuar të kalojë rrugën nga njëra anë në tjetrën në vendin e quajtur Çerm Froshk. Aksidenti ndodhi teksa 71 vjeçaria Ike Dervishi u përplas nga një motocikletë drejtuar nga Lando Xhillari, 24 vjeç. Goditja ka qenë fatale dhe e moshuara ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Policia ka ndaluar drejtuesin e motocikletës, ndërkohë ky është aksidenti i dytë me vdekje 2 ditët e fundit në Lushnja. Një person i shpallur në kërkim është përfshirë në një aksident rrugor mesditën e kësaj të hënë pranë tregu të fruta perimeve në Durrës, teksa po ndiqej nga policia për arrestimin e tij. Sipas informacioneve paraprake, i dyshuari po tentonte të shmangë arrestimit kur ka humbur kontrollin e automjetit dhe është përplasur me 4 makina të tjera. Pas aksidentit, ai ka braktisur automjetin dhe është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarja, duke i shpëtuar uniformave blu. Fatmirësisht nga përplasja e makinave nuk raportohet për persona të lënduar. Menjëherë pas ngjarjes, policia ka ngritur pika kontrolli në hyrje dhe dalje të qytetit për lokalizimin dhe kapjen e personit të shpallur në kërkim. Nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.